محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, të gjithë e dimë se dunjaja funksionon sipas një ligji të cilin Allahu i madhruar e ka parapa, njeriu e ka një detyrë në raport me këtë ligj. Detyra e tij është që të përshtatet, të ambientohet, dhe në gjithë ato pjesë, në gjithë ato detaje të ligjit jetësor, në të cilat njeriu përballet me të këndshme e me të pakëndshme, do të me u mundu me nxjerr më të mira. Realisht edhe e këndshmja edhe e pakëndshmja janë sprova. Allahu i madhruar thot: "Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna thumma ilayna turja'un." Ne ju çesim sprov edhe me të mirën edhe me të keqen, e ju pastaj do të ktheheni tek ne. Allahu na ka shpjegu edhe na ka tregu edhe na ka dëshmu në të gjitha format se çdo gjë që na ndodh neve e që ndodh përreth neve, ndodh me zgjedhjen, caktimin edhe me lejen e Allahut fuqiplot, edhe atëherë kur mbase disa nga këto caktime për neve mundën me qenë të pakëndshme, mundën me qenë edhe të dhimbshme, por besimtari e ka një borxh, e ka një obligim që zemrën me e mbajt të drejtuar ka Allahu edhe të lidhur me te. Thot Allahu i madhruar: "Wa ma asabe min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Asnjë fatkeqësi nuk ju godet përveç se me lejen e Allahut. Ai i cili e beson Allahun, ai e mban zemrën e vet të drejtuar. Kështu që të gjitha sprovat e dunjas, të këndshme, të pakëndshme, të mirat, të këqijat, pasi që po ndodh kanë me lejen dhe caktimin e Allahut fuqiplot, s'ka dyshim se prapa tyre mshifet ndonjë urtësi. Ato urtësi ne nganjëherë i kapim edhe i kuptojmë, nganjëherë nuk i kuptojmë, për arsye se urtësitë e Allahut janë në mas shumë më të mëdha dhe më të gjana sesa ajo që mund të kapë mendja jonë. Megjithatë, këtu e lunë rolin e vetë besimi. Ne shumë gjana i kuptojmë, e shumë ma shumë nuk kuptojmë, por i besojmë. Pse? Për arsye se ajo që ndodh është më e madhe se ajo që ne mund të kuptojmë edhe të mësojmë. Si rrjedhoj e kësaj, duhet bindshëm të konsiderojmë se zgjedhja e Allahut fuqiplot me këto dhuratat, me këto shpërblimet që Allahu i ka qitë në secilën prej tyre, zgjedhja e Allahut me këto është më e mira për neve. Dhe si rrjedhoj ne kemi përfitimet shumëta. Përplasjet e jetës, jeta na përplas andej, përplasjet e jetës e kanë një rol vendimtar, duhet ta kenë, po varet pastaj prej secilit a e shfrytëzon apo nuk e shfrytëzon. Ai rol është që njeriu ta kthej ka Allahu fuqiplot. Është e vërtetë që Allahu i madhruar me caktimet e tij nganjëherë na shkund. Nganjëherë na shkund fort deri në tronditje, por në të gjitha këto Allahu i madhruar në asnjë mënyrë nuk synon që me na tremb që na me ik prej Allahut fuqiplot edhe me u largu prej tij.
po Allahu synon që me na këndel, që na me ike dhe me u aratis tek Allahu fuqiplot. Andaj sprova më e mirë është pikrisht ajo e cila të kthen tek Allahu i madhëruar. Dhe roli kryesor i sprovës është me të kthy ka Zoti, e njeriu kur kthehet ka Zoti e përjeton një ndryshim rrënjësor, i cili është edhe në brendin e tij, mbase përmirësohen edhe rregullohen edhe bindjet e tij, gjithsesi duhet të reflektoj kjo edhe në veprimtarinë e tij, edhe veprat duhet të përmirësohen, edhe përfundimisht njeriu edhe me fjalë e shpreh pikrisht atë që e kënaq Allahun fuqiplot. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i vdes një djalë foshnje. Edhe kur e varrosi, që realisht nuk ka të afërm që të dhimbset më shumë se sa e vladi, kush e ka provu e din. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pikëllu, edhe e tha një deklarat interesante. Nuk i takonte me thonë ndryshe, po ajo edhe për neve është shumë frymëzuese. Tha, zemra pikëllohet edhe syni lëton. Ne jemi shumë të pikëllum o Ibrahim që u ndam prej teje, se Ibrahim e kishte fëmija i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, prej kësaj goje nuk del tjetër dëshmi përveç ajo që e kënaq Allahun e madhruar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ne jemi të Allahut dhe tek Allahu do të kthehemi. Pra, fjala më e mirë, fjalë e dëshmume që duhet me qenë, edhe në përjetim, edhe në vepra, edhe e shprehun me gjuhë, është me thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah i madhruar thot, alladhina idha asabethum musibetun, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ata të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thonë, ne jemi të Allahut dhe Allahut i kthehemi. Çka do me thonë me dëshmu, ne jemi të Allahut. Në realitet, edhe ata që se pranojnë, janë krijesa të Allahut. Edhe ata që refuzojnë, edhe ata janë robër të Allahut, për arsye se të gjithë Allahu i ka kriju. Mirë po, ta pranosh me zgjedhjen tone, edhe me dëshirën tone, të dëshmosh edhe me fjalët tua se ti je i Allahut. Në radhë të parë ti je fituesi, për arsye se Allahu është Zoti sovran edhe absolut i kësaj gjithësie. A bone sabër ti as bone, a u pajtove ti me caktimin e Allahut apo nuk pajtove, Allahu nuk e bën ma pak zot se që është. Mirë po kur ti pajtohesh me caktimin e Allahut, edhe ti e shpreh pasi që ta kesh përjetuar në shpirtin tënd, se ti je i Allahut. Kjo të bën ty shumë më të fuqishëm. Sprovën tonë e bën më të përballueshme dhe njëkohësisht gjithë atë shpërblim dhe atë dhurat që Allah i madhruar e kalon të mshehur mrapa asaj sprove, ti ki me e marrë dhe me e fitu. Pse? Për arsye se nuk është punë e vogël me thonë unë jam i Allahut. Në të vërtetë në tonë e dim se njerëzit në jetën e kësaj bote jo rrallë bojnë gara me kon me u identifiku. Unë jam i filonit, unë i takoj filonit, unë i takoj kësaj, unë i takoj asaj, këshyrin me u identifiku me diçka që ju jep forcë, me diçka që ju jep vlerë, me diçka që ja u rrit namin. E nuk ka më të madhe dhe më me vlerë se sa me u identifiku me të qenit të robi Allahut duke thonë inna lillah, ne jemi të Allahut. Sprova na tregon të nderuar vëllezër se çka është puna jonë në të vërtetë. Njeriu nganjëherë habitet, nganjëherë mashtrohet. Sidomos ajo që më tepër e mashtron njeriu është mirëqenia edhe rahatia. A e keni pa kur jemi shnosh një kohë të gjatë, harrojmë me e falëndëru Allahun për mirësinë e shëndetit. Kur jemi të ngopur një kohë të gjatë, harrojmë me falëndëru Allahun për mirësinë e ushqimit dhe të pijes. Kur jemi rahat një kohë të gjatë, harrojmë me falëndëru Allahun për mirësinë e mirëqenies edhe të sigurisë. Ndërsa kur na ndodh cila do prej sprovave në këtë aspekt, e kuptojmë se sa mirë pas kem qenë, edhe me njëherë e kuptojmë se sa dobët jemi. Njeriu ti do këtë vetja se është kush e diçka, edhe nga njerë e thot me fjalë ose me vepra, po kush është Allahu që unë me ju nënshtru ati, ose diçka të ngjashme. Pavarësisht a e formulon me fjalë apo nuk e formulon me fjalë. Ama në një natë me ethe, kur i rëndohet edhe i vështirësohet frymëmarrja, edhe kur i duket nata 100 vjet, edhe kur është e vetën se prej një virusit padukshëm, çka është në gjendje me u shndru prej tij, me met për kur gjo heq, aty e kupton se çka është njeriu në të vërtetë.
A ne këte në jetën tonë e përjetojmë me 10 e me 100 herë. Besimtari, sigurisht, edhe në situatat e këtilla e kupton edhe e përjeton se sa ka nevojë për ndihmën edhe për përkrahjen e Allahut fuqiplot. Mirë po, sprova më e mirë për një mend është ajo e cila të kthen tek Allahu, edhe të vetëdijson për gjendjen tonë reale. Sprovat ndërmullazën do të më e pas edhe një efekt tjetër e që të njerëzit e mirë sigurisht që e ka. Ai efekt është ndryshimi i gjendjes, përmirësimi i veprave dhe ndreqja e pikrisht asaj pjese ku kemi pasë ngjecje. Dikush ka ngjecje te namazi, ndodh një sprovë edhe çato e rregullon. Ka plot njerëz që kur janë sprovuar me sprova të ndryshme, ju kanë kthy Allahut me përmirësimin e punës së namazit, me përmirësimin e punës së përkushtimit në ibadet në përgjithësi, namaz, agjërim, zekat, haxh e të ngjashme. Dhe kjo padyshim që është e mirë. Njëherë njëri prej dietarëve të gjeneratave të hershme e kishte takuar një shok të vetin, edhe ai po ashtu një dietar i njohur i kohës, edhe e sheh se diçka nuk është në rregull me te, i thot, çfarë halli ke? Po e shoh se nuk je në rregull. Ai i tregon, thot, më kanë mbulu borxhet, ma kanë rëndu jetën, edhe nuk e di çysh ka me dal prej kësaj situate. Edhe ky me pas qenë në i farë zinxhini, në i farë pasuniku, ndoshta i kish ofru ndihmë, i thonë që po t'ja po ne loj borxhet. Mirë po edhe vetë ka qenë në gjendje mesatare ose nën mesataren, po tash po dënë me nxjerr më të mirën prej asaj sprovës së borxhet, se borxhi për një vend është sprovë e rënë, për atë që e kupton edhe e përjeton çysh duhet. I thot, po mirë, në këtë hall edhe në këtë gjendje që kera, çka po bën? Thot, vallahi, po munohna me gjetë një zgjidhje, halas po moj, ama ditën e natën nuk po nalna të e lut Allahun fuqiplot me ndihmu me dal prej kësaj situate. Tha, nëse që kjo gjendje e borxhit ta ka forcu ty, edhe ta ka kultivu ty atë nevojën tonë për me e lut Zotin, i paske punë të mirë. Por arsye se Zotit kur ti drejtohesh, ai nuk të zhgënjen. Allahut kur ti mbështetesh, ai nuk të tradhton. Ki borxhe, drejtoja Allahut në radhë parë, me sinceritet, me përzemërsi, nëse ka nevojë, lypen ai gabim që e ke bën të kaluamën, ka thonë njëri një herë, ka thonë, më ka godit një krizë financiare në moshë të shtyme. Thot edhe mu ka kujtu ku kom marrë në thu. Thot kom marrë në thu se një herë njënit i kom thonë, ja mu flis. Ja mu flis i bjen sikur me thonë me fjalë tona. Hajtë mëre se kur gjo sashtë puna jote, ti kur gjo s'ki. Ti s'ki kur gjo. E tha i kom thonë me nënçmim, mas 40 vjetëve, thot kur më ka godit një sprovë, thot më ka ronë men se mbase prej që ati gjunahet e kam. E nga njerë njeriu e lyp edhe gabimin të vetja, jo për diçka tjetër, jo për me u dëshpru, por për me u përmirësu, edhe nëse gjenë diçka konkrete, thuj o Zot falem. Nëse s'të kujtohet kur gjo konkrete, thuj o Zot falmi krejt ato që ka s'po mbin men e ti e din që ndoshta i kom ba, edhe më lejo me dal për kësaj situate të krizës. Edhe një gjatë tjetër që gjithsesi është e rëndësishme, kur bim në krizë, e çfarë do natyre qoftë ajo, do të me unale dhe me mendu me e llogarit vetën. Për arsye se vetë llogaritja është një prej veprimeve më të mira që i ndihmojnë besimtarit me e rregullu jetën e vet, edhe me e përmirësu veprën e vet. Me marrë vetën në pyetje, me ja bo vetës prokurorin, jo avokatin mbrojtës, po prokurorin akuzus, me i thonë vetit, ti nuk i e buri mirë, ti ke bo kështu, ti ke bo kështu, ti ke bo kështu, me e kap vetën, me thonë me e kap vetën përveshit, tingëllone që ditëshme. Omeri i biri i Khattabit, Hazreti Omeri, radiallahu anë, ka kap vetën për mjekre, edhe i ka thonë, o Omer, ki frikën e Allahut, se pasha Allah, nëse si firkësohesh Allahut që shduhet, ki me shkun xhehenem. Na du të me e kap vetën nga njerë dhe me e shkun. Mi thonë, a i ke hy dikujnë hak, e si pasoj, e asoj padrejtësia ati zullumi, Zotit ta ka pruni. Pyet e vetën, nuk është pa tjetër, nuk isha pas shef me më keq kuptu dikush edhe me thonë, pse asart ndodhin sprovat, jo, sprovat janë ligj, nuk janë detyrimisht pasoj e ndonjë gabimit tonë, ama pse mos me lyp na eventualisht duke qenë se jemi gabimtarë në vazhdimsi, pse mos me lyp gabimin eventual me gjetë edhe me e fiksu, me e drejtu, me e ndreq.
Domethënë, është shumë e rëndësishme që njeriu me u marrë me punët e veta e sidomos me ato gabimet cilat kanë të bojnë me hakun e huj. Ju tonë e keni një atë shprehjen që thonë njerëzit, Zoti ka thonë, me hak të huj, mos hajde se me hak temin s'ka problem. Nuk është bashkë qështu, ama edhe nuk është larg prej të vërtetës. Për arsye se Allahu hakun e vetë edhe ta falë se vetë kërkan, po edhe hakun e huj me dash ta falë se vetë kërkan, sa ai Zoti sovran i gjithësisë, mirë po hakun e huj Allahu ka tregu se nuk ta falë. Derisa të mos e rrafshojsh hesapin me atë, cilit i ke hin hak. Andaj është mundësi e artë për me u vët llogarit, edhe për me e këshyr vetën se ku jemi. Po thash, sprovat janë edhe ato të cilat janë të këndshme nga njëherë, madje ato janë të rrezikshme, për arsye se nga njëherë e bojnë njeriun me e harru Allahun. Mirëqenia, pasunia, begatia, nga njëherë e bën dikon me e harru Allahun, e kjo është sprov e rrezikshme. Kësaj një sprov e pakëndshme, një vujtje, një fatkeqësi, një çka do të qoftë, e cila të kthen te Zoti, është shumë ma e mirë se sa formalisht një begati e cila të largon prej Zotit. Edhe këto do të me e ditë, edhe me e majtë në mend vazhdimsi, posaçërisht kur e kemi parasysh se në këtë dunja megjithatë jemi kalim the. S'kena me qëndru gjithmonë. Ma mirë me jetu i përvujtun, nëse është, po më kjo është logjika, ma mirë me jetu i përvujtun e me e ditë Zotin hak, se sa me jetu në mirëqenjet skajshme e me e harru Zotin. Se të dy palët, edhe i përvujtun, edhe ky i përgëdheluni, kanë me vdek. Edhe kanë me ilon të gjitha, por me vete kanë me i marrë veprat, edhe qëndrimet, edhe fjalë, edhe llogarit. Allah i madhruar na udhëzoft e na drejtoft, na boft të mundshme që në çdo sprovë me nxjerr më të mirën, me dalë me përfitime, me shpërblime, mos me u korrit në asnjë mënyrë. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vetë edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Sprovat të besimtarit nderuar vëllezër, edhe të mirat edhe të këqijat, edhe të këndshmet edhe të pakëndshmet. Të besimtari duhet me ngacmu një mekanizëm të reagimit. Ai mekanizmi i reagimit të besimtari është sabri, durimi. Por nuk është durimi, sikur e kuptojmë në gjuhën tonë, vetëm durimin në fatkeqësi, më ka ndodhur një diçka edhe unë po bëj sabër, po bëj gajret. Jo, sabri është gajret një kuptim shumë më të gjanë. Edhe në ato që janë të pakëndshme me bë sabër, edhe në ato që janë të këndshme me falëndëru Allahun, edhe në ato që Allahu i kërkon prej neve, me u gjind pikrisht ashtu qysh Allahu i madhruar na kërkon, e kur të ndodh kjo, atëherë ai mekanizmi i sabrit që te ne është aktiv, bëhet shumë dobiprurës, thot Allahu i madhruar, innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, vetëm durimtarëve Allahu i madhruar u jep shpërblimin pa mas. Vetëm durimtarëve Allahu i madhruar u jep shpërblimin pa mas. Ne të gjithë e dim se veprat te Allahu vlerësohen me 10 fish, e me 20, 50, 100 deri në 700. Vlerësohen edhe me ma shumë se 700, ndërsa njëri prej dietarëve duke e interpretuar këtë ajetin që Allahu durimtarëve u jep shpërblimin pa mas, thot atyne nuk ja u numron Allahu, po ju jep kështu me pleste kanë pas një shprehje, me buçuk, me sasi të madhe që aty nuk hin pyetje numrimi, nuk hin pyetje masa edhe llogaria matematikore, po shpërblim. Unë menoj që ndoshta s'kishum gabu me prit kështu, edhe me shpresu kështu. Për sabër, Allahu jep shpërblim deri të kënaqesh. Deri ti thush, ball o Zot se u kënaqa, u ngopa. Pse? Se sabri është i rëndësishëm, se do të më na shoqëru në çdo hap të jetës. Edhe kur dojmë me bë diçka, edhe kur dojmë me u përmbajt prej diçkaje, edhe kur na ndodh diçka e papritur që realisht mundom mos me ditë se çysh do të më reagu, sabri është ai i cili e rregullon reagimin ton. Allahu na pajist me sabër e na shpërbleft për te atë sa do të na bëjë të kënaqur që ai të jetë Zoti ynë, e kur jemi të kënaqur që Allahu është Zoti ynë, atëherë e kemi shijuar ëmbëlsinë e imanit dhe të besimit, sikurse na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit, e ka shijuar shijen e imanit, ai i cili është i kënaqur edhe i pajtuar që Allahu të jetë Zoti i tij, Islami të jetë feja e tij, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë
Pejgamberi i tij në një transmetim ka ardhur se ai person i cili thot jam i kënaqur që Allahu të jetë Zoti im, Islami të jetë feja ime dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë pejgamberi im, ai i cili thot kështu, thot Allahu e merr përsipër që në ditën e gjykimit për një mend me e bot kënaqur. S'ka më mirë se kjo. Kërkon nuk e gjojmë një trajtim të këtill përveç se në lidhjen tonë me Allahun fuqiplot, Allahu na e ruajt këtë lidhje e na e fuqizoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.